Besoj se Deputeti i Durrësit i Partisë Demokratike Gazmend Doketa ka deklaruar në Tunaj Ilvatare se largohet së shpejti nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Për të vërtetën, u bë një periudhë goxha e gjatë që unë nuk i frekuentoj mbledhjet e grupit parlamentar. Nuk i frekuentoj pasi së pari nuk dëshiroj të jem prezent në ato mbledhje ku më tepër se sa të flitet për çështje konkrete, merrena me individ caktuar, njerëz cilët nuk janë prezent në ato ambiente, sulmohen vend e pa vend institucionet e tjera të pavarura të shtetit shqiptar. Dhe për ta bërë dhe pak në shaka, kur më kam pyetur disa kolegë që pse nuk vjen, i kam thënë sepse nuk dua që pas 20 apo 30 vitesh, kur të bëhen ca dokumentar siç bëhen sot për ish mbledhjet e byrove politike, nipërit e mi të më shohin të pranishëm aty. Të paktën këtë do doja ta shmangja. Zoti Doketa, po krahasoni kohën e ish byros, që në atë kohë ishim diktaturë, me grupin e sotëm parlamentar të Partisë Demokratike, ka ngjashmëri? Unë po krahasoj sjelljet politike. Zoti Doketa, mund të bëj një pyetje drejt për drejt? Po tërhiqeni nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, nuk jeni më pjesë e tij? De facto, unë jam tërhequr nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, duke mos marrë pjesë. De jure do të tërhiqem. Gjatë intervistës për gazetaren tare, Gazmend Doketa, i njohur për një profil të qetë, foli shumë edhe pse me tonën të buta e përmes fabulash si kjo. Një fshatar shkon në kishën e fshatit dhe i kërkon punë priftit të kishës pasi e kishte të domosdoshme një punë. E vetmja punë, i thot prifti, që unë mund t'i ofroj, është që t'i bini këmbanës, por duhet t'i bini me disa nota, me një farë ritmi caktuar, ka qërë në ditë. Kjo është e vetmja punë. Provon dhe nuk dinte t'i binte. Mbas 5 vjetësh, zbret priftin qytet në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, shikon fshatarin që ishte antar i Këshillit Bashkiak. Dhe pyet, po ti këtu, si u bërë antar i Këshillit Bashkiak? Kollaj fare, thot. Ju qepa kryetarit dhe i them gjithmonë, po. Pyetja e priftit, po asnjëherë nuk i thua jo? Po unë po të kisha aq mend, do isha akoma duke rënë këmbanës. Partia e re e Bamir Topi do t'jetë destinacioni i Gazmend Doketës. Kur do bëhet publike kjo parti? Ky formacion i ri politik? Besoj se shumë shpejt. Kur them besoj se shumë shpejt, mendoj se brenda muajit mars do të përfundohen këto procedura. Por Doketa ka qenë mjaft kritik ndaj Partisë Socialiste dhe lidershipit të saj, duke e lidhur atë me ndryshimet kushtetuese dhe dëmtimin e procesit për zgjedhjen e kreut të shtetit, që i është bërë nga të dy palët. Dhe pavarësisht ndjesës publike që ka kërkuar kryetari i opozitës për këto ndryshime, personalisht e quaj një ndjesë të vonuar dhe aq më tepër e quaj të mangët. Partia Socialiste është e pandershme dhe jo korrekte. Zoti Rama ka qenë dakord në atë kohë sepse të gjitha Twitterat i thonin që do të fitonte zgjedhjet. Doketa tha se 2013 do të sjellë një leksion për klasën politike shqiptare. Deklaranta e Doketës ka mbushur faqet e para të shtypit të shkruar ditën e shtunë, ku në sinkron të gjitha gazetat kanë përcjell titujt në lidhje me arsyet e largimit të deputetit të Partisë Demokratike.